Edhe pa kohë vendimi ndoshta do të merret, por aktualisht propozimet s'po dalin fort në favor të qytetarëve. Bëhet fjalë për rritjen e çmimit të rrymës. Të paktën kështu rezulton kërkesa nga Kesko drejtuar zyrës së rregullatorit për energji elektrike. Sipas publikimit nga ZRE-ja, për këtë vit kërkuan si opsion rritjen e tarifave për 21.3%. Në afatin e dorëzimit të aplikimeve për ndryshim tarifash, ofertat e veta i prezantuan edhe operatori i sistemit transmisionit dhe tregut, si dhe kompania për distribuim të energjisë elektrike në Kosovë. Të dyja janë më të larta se sa në vitin 2025. Propozimi për 21.3% rritje të çmimit të rrymës u prit ashpër e me reagime. Sipas Lulzim Rafunës, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, nëse aprovohet kërkesa për rritje të çmimit të rrymës, kjo do të rrisë çmimet e produkteve të tjera e do thelloj varfrinë. Sipas tij, çmimi i rrymës do rritet ashtu siç edhe varësia nga importi. E reagime ndaj kësaj kërkese pati dhe nga politika. Hykmete Bajrami nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se nëse aprovohet rritja e çmimit, dëmet do t'i ndjejnë xhepat e qytetarëve. Një gjë tjetër duhet ta kemi parasysh se sa herë që flitet për rritje të çmimit të energjisë, rriten çmimet e të gjitha artikujve. Pra, rritja e çmimit të energjisë ka efekt multiplikues dhe gjithmonë negativ. Kjo kërkesë mirë supritas nga partia tjetër. Në PDK thonë se qytetarët janë në kufijtë e mbijetesës. Partia Demokratike e Kosovës e konsideron të papranueshme çdo përpjekje për ta transferuar barrën e keq menaxhimit dhe dështimeve në sektorin e energjisë mbi qytetarët tanë. Energjia elektrike është një nevojë bazike dhe trajtimi i saj si e tillë është detyrim institucional. ZRE-ja bën çdo vit shqyrtimin dhe caktimin e tarifave të energjisë elektrike, të cilat shpallen me 1 prill dhe vlejnë deri me 31 mars të vitit pasues. E nëse ky institucion aprovon kërkesën e Keskos këtë vit, kjo do jetë hera e tretë në 4 vitet e fundit që çmimi i energjisë elektrike rritet. As një cent më shumë!